Në mars të vitit 1947, u kryua pionierja e zdruktarison në Tiranë. 2-3 godina të vogla, pak punëtor e disa makineri. Me qindra punëtor, specialist, teknik e inxhinier, mjeshtra të drurit punojnë sot në 7 fabrikat e këtij kombinati që mban emrin e erojit të popullit Mistomame. Ky kombinat shquhet edhe për numrin e madh të novatorëve e racionalizatorëve. Mësimet dhe direktivat e Kongresit të 8 të partisë çdo ditë e udhëheqin këtë kolektiv revolucionar për rritjen e rendimentit të punës dhe kursimin e lëndës së parë drurit. Ky kolektiv disa herë është nderuar me flamujt e garave socialiste e flamurin e novatorëve më të mirë të Tiranës dhe inovacionet e tyre janë të shumta. Le të njihemi me disa prej tyre. Novatori Altin Shoshaj na tregon. Akili ka dhe mua, prej kohësh ka shqetësuar lënda e shumë të drurit që përdorej para këtë ambalazh. Vetëm një ditë harxhoheshin mira copë të rrasa. Ato zinin shumë vend dhe kishin vështirësi transportimi e magazinimi. Ti zëvendësoj marrë kartone, thotë dita kjo. Të dy bashkë nisën punës. Na u desh kohë e shumë prova. Çdo gjë kërkonte argumenta të sakta. Donte për llogaritë deri më një. Propozimin tonë e shtruam para kolektivit për diskutim. Dikush s'pati besim, ndonjë dhe zbinde qarka kartonit të ishte aq e fortë e të ronte mallin si ato prej druri. Po shumica e shokëve na shtrënguan dorë për qafuan. Në kombinatin Mistomame prodhohen sot me mira arka kartoni të madhësive e formave të ndryshme. Ato janë të lehta në përdorim dhe malli amballazhohet e mbrohet në tosh shumë mirë. Zëvendësimi i drurit me karton në prodhimin e arkave kursen rreth 1200 metra kub lënë druri me një vlerë prej 130.000 lekësh. Duke e kaluar në fabrikën e shkrepseve, punëtorja Mira Fjolla na tha se makina gjatë punës rrëzon kunja për tokë. Ishte zakon që këtë gjë ta quanin firo legale, por pak sot dhe pak nesër ato bëheshin shumë. E biseduam shtruar në kolektiv dhe filluam t'i grumbullojmë ato humbjet e vogla, se si thot populli, gur bëhet kalaja. Vetëm nga ato kunja që ne dikur i hidhnim, sot bëjmë 20.000 kuti shkrepsesh, edhe kursejmë 40 metra kub lënë druri. Në fabrikën e masureve, takuam novatoren Luljeta Shala. Kombinatet e trikotazheve në vendin tonë vetëm në një ditë përdorin me mira masure. Letra me të cilën bëhen këto është madh importi.
Megjithse tabaku i letrës është standard për 4 masure, bashkë me Asllangjeçin bëm disa prova, disa lloj prerjesh, derisa arritëm të nxjerrim 5 masure nga çdo tabak. Edhe copëzat e vogla që mbeteshin nga prerjet i bëjmë kuti për ampule. 20% shton prodhimin kjo lloj prerje dhe kursen mira lek volut. Thoma Mudhisi, autori disa inovacioneve, në tha. Detalet që prodhon fabrika jonë, vetëm në një turn janë me qindra, dhe coprat e vogla që mbeten janë me shumicë. E mo copka druri janë, thoshin disa. Ai që ha buk do bëjë dhe thërrime, ja priset dikush tjetër. Të them të drejtën, në fillim dhe unë ja nisa punës me ndroje, po shokët më qëndruan gjithmonë pranë. Me ato copa që ne dikur nuk i përfillnim, sot prodhoj me 10 lloj detalesh e pajisjesh vogël. Vetëm doreza bëjmë mbi 100.000 copë, dhe kështu, kurse e 30 metra kub lëm druri. Pranë tugjeve të mbeturinave të drurit, gjetëm inxhinier inovator Salitoro. Sa më shumë shtohej prodhimi në kombinat, aq më shumë shtoheshin edhe mbeturinat e drurit. Kjo gjë u bë shqetësim i gjithë shokëve. Sa shumë lënë druri, digjej në furra dhe kaldaje. Këto mbeturina mund të kthejmë në lënë të parë. Menduam që në fillim së bashku me krye-inxhinierin Ilmi Mita dhe inxhinierët Thoma Gjordeni e Skënder Fico. Propozimin për shfrytëzimin e mbeturinave e hodhëm për diskutim në Këshillin Inovator. Më kujtohet atë ditë pati hezitime, bile edhe kundërshtime. Është propozimi parakohshëm, thonin disa. Duhet ngritur një linjë komplete e re, thonë të dikush tjetër. Nuk ka mundësi ta bëjmë, thoshin të tjerë. Të mos udhemi shok, menduan të tjerë. Pas debatesh, shumica miratoi propozimin tonë. Disa u zotuan edhe mendimin konkrete që do të jepim. Krye-inxhinieri i kombinatit Ilmi Mita na thot. Një barë të rënd për ngritjen e linjës së optimit mbajti grupi mekanikëve. Gjatë punës dolën vështirësi të paparashikuara. Problemi u bë makina coptuese. Të provojmë një herë të stokun që kemi në magazinë, thanë mekanikët. Dhe vërtet ashtu bën. Makinë coptuese që kishte ngelur prej vitesh jashtë përdorimit, ata i dhanë jetë në këtë linjë të re. Nuk njohën ata orar, lodhje, zotimin që çdo gjë ta bëjmë me forcat tona e bën realitet.
Përfutja në shfrytëzime e kësaj linje të re shënoi një sukses në zbatimin e direktivave të partisë për kursimin e lëndës së drurit. Kjo linjë, duke përpunuar mbeturinat që dikur digjeshin, riaftëson 2000 metra kub lëndë të parë në vit, që është barazi me disa qindra mijëra lekë. Ky inovacion rrit koeficientin e shfrytëzimit të lëndës së drurit nga 76% në 81%, duke kursyer kështu disa qindra metër kub dërras. Këto pllakas drukti të bëra nga mbeturinat janë gjithashtu lëndë e parë për mobilje dhe orëndi të shumta shtëpiake. Cilësia dhe fortësia e këtyre pllakave kanë zgjuar interesin e mjaft tregjeve të huaja. Mijëra metra katrore pllakas drukti eksportojmë ne çdo vit. Për një kursim tjetër në foli inovatori Bajram Ibrahimi. Ne si fabrik gjithnjë kemi të shfrytzuar mbetjet teknologjike. Edhe mbeturinat e pllakave të struktit menduam që t'i bëjmë rrypë për të lajët. Në fillim na u duk gjë e vogël, po na solli lëvërdi. Zëvendëson mirë listelët e drurit dhe kursen disa dhjetra metër kub lëndë të parë. Për sukseset në fabrikën e rimesimit e të lustrës, në foli punëtori Haxhito Slluku. Primesa e arës është përdorur me shumicë në mobiljerit tona. Ndonjëherë dhe aty kus duhet. Druri i arës është konsumuar tepër. Ndaj dhe kolektivet e partit tonë u zotua që ta zëvendësojë atë duke imituar rimesën. Kjo kursen 20 metra katror rimeso e 6 ton tutkall. Të gjithë shokët u preokupuan se cili nga ne dha ndihmën e vet, po Skënder Fico qëndroi gjithnjë në bag të punës. Mobilet me imitacion rimese, po që janë shumë nga blerësi. Kemi shumë kërkesa për këto, na thonë shokët e degës shpërndarës. Novatori Sejt në Albani, me racionalizimet e tij, gjithnjë ka menduar të kursej lëndën e drurit, duke bërë mi kanalet e duke u puthitur suprina. Shpina e rafteve nuk lëviz fare. Gjithë ato vite është harxuar fare pa vend tëra jo dërras për kornizat mbrapa rafteve, na thot Sejti. Pa atë korniz raftet janë më të lehta, më estetike, edhe kursejen 114 metra kub lëndë. Të shumta janë prodhimet e këtij kombinati. Prodhohen 17 lloje mobiljesh, divane, koltuk të tipeve të ndryshëm. Me 10 orendi shtohen çdo vit. Nga duart e mjeshtërve të drurit dalin prodhime të forta e të bukura me cilësi të lartë. Me inovacionet e racionalizimet, ky kolektiv revolucionar kursen çdo vit mijëra metra kub lëndë të parë, një pyll të tërë.
Kolektivi i Kombinatit Mistomame gjithmonë mban në qendër të vëmendjes kursimin dhe shfrytëzimin e lëndës së parë. Objektivi i tyre është të arrisin koeficientin e shfrytëzimit të saj nga 81% në 86%. Ky kolektiv mendon që edhe pluhurin e tallashit ta bëjë të dobishëm dhe objektivat ai me siguri do t'i bëj realitet.